أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për ligave të shpirtit ton. Atë që Allah subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush e humb. Ndërsa atë që në lënë të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së pastër, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Milionin radhë të parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk e lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që këto minuta që të kalojmë së bashku, Allah t'i bëjë të bereqeshme, të begatshme dhe kur dalim para ti, na peshojnë peshorën e veprave të mira. Hadithi i radhës që autori librit e ka rëndit është një hadith për haditheve të mëdha të këtij dini islam. Autori e ka emëruar një temë rreth këtij hadithi, tematikën që e tregon hadithi ku thotë gjërat që bëhen shkak që përmes atyre gjërave fitohet xhenneti. Domethënë veprat të cilat bëhen shkak sebeb me hin xhennet. Se në xhennet nuk mundet me hit dikush me veprën e tij. Se në xhennet nuk mundet me hy në xhennet, nuk mundet me hy me veprën e tij askush. Në ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka trajtuar këtë çështje me shokët e tij. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam askush nuk hyn në xhennet, ka thonë me veprat e tij. Kan thonë sahabët ja Rasulullah as ti? Ka thonë as unë nuk hi me veprat e mia në xhennet, për jashtim me na mëshiru kush? Allahu subhanahu wa taala. Këto duhet me kuptuar dhe duhet me jetësu me këto. Me jetësu një jetë këtë parim kjo a di sa të ndihmon një jetë kjo. Pse? Se jeta ka ballafaqime. E njeri me një jetë kur ballafaqohet me problemet që ka e rrethojnë, ato janë te i kalojnë auton. Po jo ndo probleme një jetë me bomos me ditë me i menaxhu të shkatrojnë. E ato janë sëmundjet e zemrës. Na i këshyrim këto sëmundjet që ka jonë dukshme, i del kolesteroli, sheqeri, zemra, tensioni, ku ta di unë i rejnë gati këto, të të bindajt gati njëri këtëne. Ama jonë dhe sëmundje në zemrë që na realisht ato nuk i prekim në aspektin fizik, po në aspektin kuptimor ato egzistojnë. E një për sëmundjeve të zemrës është edhe vetë kënasia. Mu vetë kënash, njeri mi duk vetja që është bo e Bubekër. Realisht a i është e Bubekër. Mu të duk vetja që ti e bo shumë buri mirë. Që kjo parim, ta shëron që ta. Se e kupton të qëfar do vepre që e tu e bo, me qatë vepre të së mund është me një gjennet. Apet Allah du të me të mëshirë, do me një fjallë qka ku po du me dal, ta jep një kuptim të madhë, që realisht i kërkushi si. Besimtari kër e arin që të gradë, kër arin që të gradë në iman, me kuptu që nuk është kërkushi, hesha, po pëton, që atër birë një lajtë, aleja nisë me i marë frytet e imanit, po pëton. Pse? Se njeri u që e din që së kërkushja i bën qka? Bën përpjekje, mundot me bo punë të mira, i rinë gati punës mira, aj që i do këtë vetja, që shkem thonë na, që është me dalë në korë, zatë e nelt, me a jep një 2-3 kruga, neve na do këtë vetja e Bubekra. Po, sa tje shenjonin të pi. Sot, vëllaj, billaj, sabaj, jo më dollë, dusha me dollë me thire zonin në gjami këtu. Edhe një gjysë ore para e zonit, që ashtu më kapë ka leherë mu dalë, hajtarë përshkej për barë me pi një kafe, jo në dështu, s'pej përmende se do t'ja përmende emnin, jo në do kafe që më marojnë makjatu se, në po aty të përzime, që shumë për fatë kesh shumica i lokaleve, përveç se kanë zote e kam shiru që nuk e ka shti alkoholin në lokalet, nëse shumica e lokal me alkohol. Pasha Allahun, ju betonën Allahun subhanahu wa ta'ala, o konë diko ora 5:10, në 5:35 e thiri me zonin diko. 5:10 diko konë. Wallahi billahi jam shku të 2 kafeteri të njohura që jonë,
vi ke mbare me hi me marr kafe. I këshyra për jashtë ishin kënë të pi. Thani ja Rabbi, këta njëse e di ato lokale i në gjopë për nartë, e di që nuk janë lokale që punojnë të natën. Më konë të natën, në konë të pi dhe i sabaj. Jo, ajo qelet, dikuj qelet në ta në 4 e gjysë. Se ka rastis për shku 4 e gjysë për marr kafe, që aty e qelin diku. Thani ja Rabbi, këta njerës, ta shkulli që njerës që si njerës t'i këshe, që si rakizit që saba, a janis me raki, e ti janis të shku me val namaz në sabajt, me bo mos me dit, me kontrol qëtë moment, shejtoni ta qka të rëdzan, ta shtu dohë, elhamdulillah, po elhamdulillah, du të me thonë, elhamdulillah që unem të shku me val sabajt, nuk jo mbo se ko mujtë me konë si këta. Edhe mos kujto që Allah që t'ka udhëzu ty edhe mu, mos kujto që ti buri mirë, mos kujto që ti e ki ndonjë vlerë që t'ka orë se e pifilën familje sa kështu, jo, rahmet Allah, rahmeti Allahut, Allahu ka dosh me të mëshiru, me ta prek zemrën tonde, me ta zbut zemrën tonde, në këtë ftoft, e ki po, peja mëramisht e shtërmbushur me qka me mjegull, ftoft, zore me lun ka ushin e nëzetë dhe me dalën sabah me falë namazin në gjami, ama është zërë për kënë për dembelin, që shka thonë Ibn Qayyim rahmetullah alej që e përshkërun gjennetin librin e ti nunije, thë jasil atir rahmani lesti rakhisaten bel enti galijeten alel keslani, e qënë gjennetin mali Allahut, o mali Allahut, ti nuk kje ka thonë qmem i lirë për kënë për dembelin, ja s'kon, për tash me për thonë kështu në gjennet qëll me hysë, s'ka që na kena qef qëll me ishti në gjennet, badi hava në gjennet, ja s'ka, ja wallahi, gjenneti të në amel, gjenneti të në mu uqu kur oftoft, kur në zet, kur jenë disponim, kur si jenë disponim, me dal me falë sabahin me gjemat, që për fatë keq muslimant, edhe në përdu me hep një porosi, muslimant e sol që e kanë qitë pej ligës namazin e sabahit. Ju ka ra sabaj pej ligës, e këpasi këto në futbol kur po bim pej ligës, që ashtu dove ju ka ra sabaj pej ligës, ju ka ra sabahi prej ligës, e si da mas, s'po di atin ka njëre, po thamë mësë jam të e të përu që po foli që ka shumë mindalë, që si djem të ri, bëshatar të bije, që ka ju në dhe bateri. Hajte këta plesh, po thamë, këta e ka zarë, njoli s'mundet me s'ka me kol me ardhë, nuk dil me graker, e kështu e, i ka 100 arsy në shta. Po ti djali ri që s'del me falë, për Allahun, ti djali ri sot për të pësë, se cilët pja bëj pytjen vetës edhe juve. Nëse si e dalë me falë sabahin me gjemat, pse si e dalë me falë namazin e sabahit me gjemat, pse? A mundet më konë që kjo sot dita jote e fundit e jetës? A mundet? Po wallahi mundet më konë. Në nuk di ma mbrim me falë gjemon qëtash. Po Allah kur ka me të pytë, ka me të thonë robi jem, pse si dalë me falë sabahin? As i besove fjallëve të mija, as i besove fjallëve të pejgamberit a.s. që ka thonë për gzeta që hecin në ersiren e natës me dritë plotë në ditën e kiametit. As i besove fjallës Muhammed a.s. ku tha ata që e falin namazin e sabajt me gjemat ata e në mbrojtjen e Allahut. A ki nevojti për mbrojtje edhe ne? Wallahi nuk besoj që një besimtar me rgudzimi me thonë jo në s'kam nevoj. Pse atër nuk del? Qka të pengon? Ani ku. Ja Allah, ja Kerim. Rahmak e Allah. Ani këta që kanë kere. Ku që kanë kushte. Loj. A petë mëdhimet do të ri, hala jo në atë fazën. As bicikull do shtat vetën, s'ka, e ka shpi lërgë, me dalë, opse këto si janë arsytimen. Unë si pranaj, po, ta pe mshenim një sy që shtë. Ama ti që e ki mundësin, tani edhe nëse ki ato, e ki një këjshit tondin, në kena plët të vlazën, a më tonë që këjshina, mos kofshim kapën me dyrë, një 10 dyrë ma poshtë, një 50 dyrë ma poshtë, musliman e mirë vjen të merë, vallaj ka si musliman, pasha Allah, që të në pej, që të në qenë pej, ka sene që në shkuj kanë marë edhe hoxalartë, edhe gjematin, edhe kretë me vitë, në shkuj marë në mesavojt. Ama, seriositet, sinceritet. E Allah nesër ka me në pytë dashurit e mi. Ka me në pytë Allah subhanahu wa ta'ala për këtë gjë, çka kena bu me këtë gjë. Jeta është do më thonë aqë shkurt, aqë shpejt kalon jeta, sa që se qelë më shelë sytë.
Ama në gjennet qëll me his ka. Mëse harani këta pe bëj kështu pak, nuk pe bëj humar, se do po keshin shumë të buhajore, shumë seriozisht, do shta po t'ingëllon pak si gjennet qëll nuk ka. Që të dush me marrë vesh. Me hen gjennet qëll, ja s'ka ashtu. Gjennet është tilke l'gjennetu allati nurithu min ibadina men kana taqiyya. Këto thot Allahu do t'jon gjennetet që i trashigojnë robërit tonë të devotshëm. Kush jo devotshëm, nisja këshyri, mere Kur'anin, mere qele Kur'anin, prej elhamdulillahit, nisja elhamdulillahi rabbil alamin, arrahman arrahim, malik yawmiddin, ja kena të lexues. Po përmenden, ta ka dikush i përmenden devotshmit elhamdulillah, jo s'ka. Ku përmenden? Menjerë në bas elhamdullahit përmenden devotshmit. Allahu thot, Alif Lam Mim, dhalika l-kitabu la rajba fi hudan lil muttaqin. Thot, kjo është një libër në të cilin nuk ka fije dyshimin ta, edhe është udhëzim për të devotshmin. Ha, e devotshmit. Bëne s'tash një 5 vija, tak. Kush jonë se nuk i len Allahu me i përmend devotshmit, e mos një përmend cilësit me njerë në bas. Thot, alladhina yuqimuna as-salata, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Thot, ata të cilët e besojnë të fshehtën, ha. S'po isha më kuni devotshëm pa e besu të fshehtën. Pastaj, ata që namazin e folin. Namazin dashurit e mi. Pasha Allahun, se ta shtosh këtë e majon dhe apëshaj mi mor beki të po s'kot qare pa i thonë të fjallë. Pa të regullu namazi jëtë, s'mundën më regullu pun tjera. Pasha Allahun, betona në Allahun subhanu wa ta'ala. Ai që i ka regullu pun të namazit, ka mi regullu pun tjera. Namazi është puna e kryesor pas besimit. E ke regullu besimin, që shka kërku Allah për i te me besu besan. Pastaj e bën namazin, qaj namaz kam i të regullu, po thëmë kushtimisht, na i kena në jetën tonë, kena plot deg që na dalin, që na qarave shavin ato deg, po thëmë. Na shëmtojnë. Namazit i krastis që ato. Po vallaj po. Ama, kër e falë namazin, tamam. Jo me bo namazin adet. Namazin nuk ka adet. Namazin është ibadet. Namazin nuk është adet, po është ibadet. E për me vërtetua, tu ka bo namazi adet a ibadet, këshurë namazin e sabohit. Sabajt, ta është të ka që peshë, po në qështu, me sabah, mu nuk më lem për shtypje me falë dreke, 100 në aksham jaci, e kam në njëllë dvogël atja o merin, a pëtën qotë, ka erë për bën kulluta, nire qatë e falë kom, një të bë kulluta, pi falë krejt, qështu të rëtullu, a pëtën. Plët fëmi këto e i bala vinë, sabaj, është ajo maza e ibadetit, ajo ka ibadetit, serioziteti që aty shihet, serioziteti, edhe që shtëjnë konë musliman të partë hershëm, tha, 40 vite kursë më ka ikë, thotë namazi me gjemat, la ilaha illallah, 40 vite, veç një herë thotë më ka ikë, a din kur? Thotë a ditë kur më ka dek nona, jo më dufë më marë me punë të vorimit, që atë ditë më ka ikë një namaz, i ka ikë namazi me gjemat, s'po flasë namazi mos me falë heq, se këtu të na dao, tha hoq, tha unë e tha jo më punë, ha? Tha kur të vipi punë, si kapi i fali, sabat, drejk, aksham, jaci. E pse thash vllai, tha unë jam jashtë tushti që Allahu ka shkruar në Kur'an, ju që ka jeni në Gjermani, në Suedi, Zvicër, atje ju duli po namazet kazo. Tha ka thonë një hoq kazo, të ka rajt. Pik, të ka rajt edhe me rrët madh. Shkrimit, të ka rajt apo të ka gënjy, fort bilen të ka gënjy. Shumë të ka gënjy, kimi apo shërën nesër ditën e kiametit këti hoqë. Që si hoqë Allah, kur të gjithë, që të thot, i bëm bashkët namazet, për çka? Për një send, tha puna i badet, po, puna është i badet në kohën e vetë. Puna në kohët namazit o haram. Pik. O haram be, haram, pej qelit e den tok haram. Pse? Se namaz jo 5 minuta i dashur jam, 6 minuta është da utan. A thot, ja puna i badet, a kur del me hungër me ngjez, t'ja zgot, buken, kafen, ka 2 satër e nautan. A kur e puna e namazë, po ja jem të punu. Wallahi si sinqert, pasha Allahun jo. Atër pejgamberi sasem që këtë hadith në të regon, një pej veprave se veprat që bon shkak me na qunë gjenet jënë të shumëta. Një për tyre që e ka përmend autori i librit, është hadithi Abdullah ibn Harith, Abdullah ibn al-Haritha, radiallahu anhu, qala Rasulullah s.a.s.
at'imu at-ta'ama wa afshu as-salam tuwarrathu al-jinan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ushqeni, jepni ushqim të uriturve dhe të pa uriturve, po prioritet të uriturve, po dhe të pa uriturve, jepni ushqim dhe përhapeni selamin, fjallën Esselamu alaikum, ata që i ngjeni, ata që si ngjeni. Thot këto ju trashëgojnë, thot, gjennetin. Këto dy punë të bojnë me trashëgu gjennetin. Ka në hadith tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot afshu selam. Dhe jo, at'imu at-ta'am, ushqeni tjerët. Wasallu bil-lejli wan-nasu niyam, faluni natën kur të tjerët janë të flejt, do më namazi natës. Wa afshu as-salam tadkhulu al-jannata bis-salam. Tadkhulu al-jannata rabbikum bis-salam. Dhe shpërdajeni selamin, keni me hinë gjennetet e Zotit juj me selam, me paqe. A zarmi jap, në këtë po flasim ai që ka, ai që s'ka, duke ka, në Zoti se ngarkon as kanë për te mundësive të vetë. Ty Allahu të ka e pasuri. Të ka e pa Allahu pasuri, mundesh me ushqy, qka mundesh me botë edhe në qysh hoq me abo kësaj letë, që e hoqa të epiden ty. Shkon në shoqatën bereqeti. Shoqata bereqeti, që diku 300 familje, 2 shujtje ditore i marin. Shkon edhe i vetë ata i thush, a bonone çdo ditë Zotit me opru ka 10 bukë? 10 bukë. Ty mojsh me krykajt krye. Ty nga shpytja ta thuj sa bukë ju shkojnë për ta 300 vetat, për të 2 shujtje që kash. Po nuk është patjetër të tërat. I thush, unë çdo ditë Zotit 10 bukë ja opruj. 10 po shkoj këto 60 cent, se ka edhe 50 dikush është. Po 60, o 60 buka. O 60 cent buka. 10 60. 6 euro. 30 dit, sa? 180 euro. Ty që Allahu të ka e pasuri. Që e kryve hinen hadith. Pasha Allahu, betonan Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse te e bën që ta, e bën lillah, e bën për Allahun, pasha Allahun kime hinë gjennet. Hoxha ka argument, po që mar hadithi që e përmendëm? Pejgamberi sa se në tha. Ushqejni të varfërit, jepjuni ushqim të varfërve. Edhe për hapin, edhe selamin, kjo e lit, ama kjo e lit për zemrat e pastër ta, se i kena do zemrat qymyra, i kena kalzunat gjymole, i kena kalu për zemrën qymyr që ka është. Me pas zemrën qymyr, mës me mujt gjuhën tonde, mës me mujt me leviz, kur t'ishe muslimant, mi dhe thonë, selam aleikum, jo ndëse qëse qymyra, i kena qëse qymyra na. Po, qymyra jonë, kalon ka muslimant si me kalu ka shkijet. Kalon ka muslimant si me kalu ka shkijet. Hinë gjami si me hinë qish. Po lojdashëm, gjami kur të hinë du të mi thonë musliman, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, mi jep selam. Po na qish janë isim, falem ne. Qish? Ja, se mi jepë në selam ti. Kusho kë? A përshonë në pjep selam, kësë po ma këthen. Wallahi, djepëm për men një vla, po më thët, tha jepa selam, tha filonit. Në 5 zak namaz, që se qymyra kena, që ta qymyrat jonë, që se jonë qymyra, zemër qymyra. Po i bo kur gjo, po hiq, po ja ke hile. Tha pi thomë, selam aleikum, tha po ma këthen shpinës, po ma këthen selamin. E i thash ati vlotër, po pse po mërzitësh ti? Pse po mërzitësh? A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairukum men bada bis salam, më i miri pe juve është ai që fillon me selam, ti je i miri. Mos u bëj ai çmir. Se na si tu imi tu çmyrat, po ja nisi po bëjmë çmyra. S'do të jemi tu çmyrat. Na duhet me imitu dinin Allah subhanahu wa taala. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afshu salam, shpërdojeni selamin, duhet me jep selam. Kur t'jep selam, hin xhami me selam, del pi xhamis me selam. Sa shte thonë me tashia kjep selamin ti, ato du të me kapë ngërë edhe me gjujtë e nelte. Jo, ama ti du të me kry obligimin fetar që e ki. Se obligim e ka besimtarit e ka obligim me thonë assalamu alaikum. Me thonë assalamu alaikum.
Se ky din dashurit e mi, neve na nxit kjo fe. Na nxit për këto vepra të mëdha. Na nuk jena si ata tjerët, që si intereson i tjetri. Na nuk guxojmë na me u formu vetëm une, inshallah une kom. Paqa une paqa. Tjerë, sa ka mandin, bravo. Jo bëj dashur jam. Duhet me ndihmu edhe të tjerët. E kom thonë, në hytbe kom përmend disa herë, me mujt, me nxjerr fjallën une, me qitë pi përdorimit, me zavencu me fjallën ne. Ne, o dashurit e mi, ne, shoqëria zhvillohet, hec për para, me fjallën ne, na, kena na, po hajmë na, po shkojmë na ketë, po ha une, po shkoj une, po vi une, po bar une. O dashurit e mi, nuk ngritet një popull derisa nuk instalohen atë popull këto parimet e qka e shoqërisë. Me ambajt gajlen, ka thonë, nuk ka muslimon i mirë ai cili ka me bollok, me hongër e këshin e vete ka të uritur. Sa është muslimon i mirë kë? Që ta edhe një prej ajeteve që ka ardhë kur të nuse që ata kanë mujtë me ushqy tjetë si kanë ushqy, është të rrezikshme. Ma selekekum fi saqar. Allahu pyet, ja u bën një pyetje xhehenemlive nëse në ditën e kiametit. Kur i hinë shtin gjehenem litët, ma selekekum fi saqar, qka ju boni juve me hinë saqar? Saqar një pillojve gjehenemit, zotin arrujt piti. Kalu lem në kumin al musallin. E para, nuk ishim për atyne që falëshim. Se na fal, la ilaha illallah. Cilësia e parë. Cilësia e dytë, kalu lem në ta'imul miskin. Pastaj than, edhe nuk i kena ushqythat të mjerët, miskinat, fukarat. Kush dënë mi ushqy dashurit e mi? Kush dënë mi ushqy ata? A disa njeri ka nevoj, po ty s'po di, hajde të unë të qaju në vlau jam. A disa njeri shara, pësheftëftja, ka nisë me në kap. A disa njeri nuk ka drun shpe. Hajde ti të unë të qaj, me njëherë qaj, hiç s'ki nevoj ti, se s'kom vaktun edhe me orë gjithë kush me ty nëso, veç të kalzet e pa adrese, numën e thonë, qërën filan lagjen, filan shpin, e ki, qaj dru, sa ta imani qaj dru njerit. Pashallojnë po, a disa kanë nevojë njerëz të opta. Tash o dikush do të pojë, o po çamë bëu tash neve na ka bë Zoti ibtila me këta servitor tonë ka pse që nën muj ditë janë tu paralon në një tjetrin. Sa e rrejnë një tjetrin, sa e shajnë një tjetrin, sa puthen me një tjetrin. Me pa pasë mbar, me pa shku mbar. Me pa shku mbar që është duhet, ish duft me lujtë rolin shteti, me lujtë këtë punë, opton. Po tash so kanë çamë bëu na milion njerëz me vdek për ftoftit, milion fëmit. Pashallahu në kom pas rast personal më ka thirrë në telefon, thot pashallahu në hoqë, thot vallahi thot janë të më mbërdhi fëmija, janë të më ndek prej ftoftit. Pashallahu po. Edhe pa ta marrë me një vëlla musliman, thash a bën sabër një dakik që tash vim na ta prymë një gepek dru, sa a dalin një gepek dru 2 ditë. Po, bën sabër 2 ditë se me emrin Allah dru ti prymë. Se ka musliman hala. Vallahi ka Abu Bekra. Pasha Allah më thon me plot gojë. Ka Abu Bekra, Uthman, Alia, ka plot mesin ton ka. Ka burra të mëdha, apo thon që kur e ndin, ato vjen me nerë kap telefonin, thirr thot hoç kush është ajo, thon çka unë ja kry dur, 10 metra drun ja çoj dur. Ka si të janë të mira, thon. Wallahi Allah i shtoft ta njerëz. Allahu i shtoft. Allahu i shtoft se kanë nevojë, këtë popull kanë nevojë, njerëz kanë shumë nevoja kanë, shumë kërkesa kanë. Para dashurit e mi për e përfundoj me kaq. Porosia e këtij hadithi edhe njëherë e tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ushqejini të varfërit. Ushqejini të varfërit në radhë të parë, po pastaj edhe të tjerët. Këtu e kam edhe një porosi për fund. Baballar tonë, gjyshkët tonë e ka pas një adet. I kanë mbledh me evlad e me vllazën, i kanë mbledh, i kanë qit, e kanë hongër një darkë, një sill në shtëpi. Që to na u kanë shkatruar. Sot e vlad me baballarët e me nonat e veta s'pohojnë darka. Han dreka me kucën e macën, e me babën e nonën nuk han dreka. Allahu na përmisoft ja Rabbi. Allahu na drejtoft. Allahu na boft
me hecën siratul mustaqim, me hecë ka e mbara, aty ka kem qellu o për mirësive të Zotit, ku kem gabu për me dhe shejtanu, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.